Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot do ndaj me ju një nga mënyrat më të thjeshta të përgatitjes së byrekut. Kjo recetë do ju marr vetëm 5 minuta kohë për ta përgatitur dhe nuk është nevoja të hapni asnjë petë. Qëndroni me mua ta përgatisim bashkë. Spinaqin e pastrojmë shumë mirë dhe e presim holl. Unë kam përdorur rreth 800 gram spinaq. Do ta vendosim atë në një enë. Do shtojmë edhe 2 tufa qep që unë kam zgjedhur vetëm gjethet jeshile. Do t'i presim holl, gjithashtu kam shtuar edhe 2-3 dega nene xhik. Nëse nuk e preferoni, mund ta zëvendësoni me majdanos, me kopër, sipas dëshirës suaj. 1 lugë çaji krip dhe 2-3 lugë vaj ulliri. Të gjithë përbërësit do t'i bëjmë kështu me duar në mënyrë që të regjën, kështu e themi ne, pra derisa t'u bjerë volumi, duke i shtrënguar pak me duar, ja kështu si po shihni në video, dhe për pak do shihni që do formohet kjo masë. E lëm me një anë dhe 500 gram petë të gatshme për byrek, petë të thjeshta, do t'i presim holl kështu me ndihmën e një thike ose me gërshër, si ta keni ju më lehtë përgatitjen. Dua t'ju kujtoj se këto masa janë për tavë me 35 cm diametër. Pasi kemi prerë, do t'i hapim shumë mirë në mënyrë që të mos jenë bashkë petët, pasi kështu ato edhe do të thahen pak. I kemi gati, tavën do ta lyej me vaj ose me gjalpë sipas dëshirës suaj. Do shtrojmë pjesën e parë të petëve, siç e shihni, petët janë të hapura nga njëra tjetra. Kjo është shumë e rëndësishme në mënyrë që të piqen shumë mirë dhe të zbuten me masat që ne do shtrojmë në tavë. Do shtojmë pak nga mbushja që përgatitëm me spinaq, qep, krip dhe vaj ulliri dhe do vazhdojmë përsëri me petët dhe do ta përsërisim këtë derisa të mbaroj masa. Unë gjithashtu kam shtuar edhe djath, unë kam zgjedhur djath të shkrirë, ju mund të përdorni çfarë lloj djathi që ju gjendet në shtëpi ose që preferoni. Siç e shihni, do vazhdojmë përsëri me petë dhe do vendosim më pas pjesën e dytë të mbushjes dhe në fund fare pjesën e mbetur të petëve. Siç e shihni, unë nuk kam shtuar as pak vaj gjatë shtrimit të petëve, pasi do të përgatis masën tjetër. Siç e shihni, po shtoj këtu edhe djathin. Nuk dua të harroj pa thënë se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Ndërkohë në një enë do shtojmë 3 vezë, rreth 400 ml qumësht, mos harroni dhe pak krip, vaj ulliri dhe masën do ta përzijem shumë mirë derisa të na formohet një masë e një trajtshme. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Masën që përgatitëm me vezë, krip, vaj ulliri dhe qumësht do ta hedhim në tavën që vendosëm petët dhe mbushjen e përgatitur. Do ta hapim shumë mirë dhe do sigurohemi që të gjitha petët në sipërfaqe të zbuten me masën e përgatitur. Do shtojmë pak vaj ulliri ose gjalpë sipas dëshirës dhe do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Shikoni pak se sa ngjyrë të mirë që ka marrë. Është krokant në sipërfaqe dhe pambuk i butë në brendësi. Është shumë i shijshëm, një ide shumë e mirë për t'i marrë me vete në punë, në shkollë ose sa herë që ju duhet një byrek dhe nuk keni kohë ta përgatisni. Unë ju sugjeroj ta provoni dhe nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like. Faleminderit.